Përshëndetje të nderuar teleshikues nga edicioni i orës 16, pas pak në lajmet do të ndiqni. Spank dhe antimafia godasin një grup të trafikut ndërkombëtar të drogës, janë lëshuar në total 52 urdhër arresti, ndërsa lënda narkotike siguroi në Ekuador operacioni edhe në Shqipëri. Partia Demokratike kërkon hetim ndërkombëtar për zgjedhjet e 11 majit. Për këtë po lobohet në SBA, ndërsa Berisha bëri thirrje që të ngrihet një qeveri teknike pas farsës elektorale sipas tij. Hidhet nesër një tjetër hap në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, mbahet në Bruksel konferenca e 5 ndërqeveritare, ku do të hapet një tjetër grup kapitulli negociatave të antarësimit. Nuk merr zgjidhje kriza politike në Kosovë, ka dështuar për të 19-ën herë seanca konstituive e kuvendit, palët nuk tërhiqen nga qëndrimet dhe shkëmbejnë akuzat të ndërsjellta. Kryeministria italiane Meloni thot se Papa Leoni XIV është i gatshëm që të mirëpres bisedimet e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Më herët presidenti Trump e cilësoi Vatikanin si vendi ideal për negociata. Njëjmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura, një grup i strukturuar kriminal në trafikun ndërkombëtar të drogës është goditur nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane. U lëshuan në total 52 urdhër arresti, ndërsa u sekuestruan pasuri disa miliona euro. Grupi e kishte qendrën në Durrës. Një nga grupet shqiptare më të fuqishme të trafikut ndërkombëtar të drogës është goditur në një operacion të përbashkët të SPAK, antimafias italiane dhe prokurorisë së Barit. Në total u lëshuan 52 urdhër arreste, ku shumica e të cilëve janë shqiptarë që vepronin në vendin tonë dhe në Itali. Janë ekzekutuar 42 masa, 30 prej tyre në Shqipëri. Gjatë operacionit të koduar ura u prangosën anëtar të kësaj organizate, policë dhe biznesmen. Grupi kriminal me qendër në Durrës operonte që prej vitit 2020 dhe u zbulua nga zbërthimi i bisedave në aplikacionin Sky ECC. Kreu i SPAK Altin Dumani e cilësoi këtë grup si një nga më të mëdhenjt e trafikut të drogës. Grupi ynë i hetimit, por edhe kolegët italianë, gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme që nga pushteti financiar, që ata kanë të ardha që siguronin nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar sasira të mëdha kokaine nga vendet e Amerikës Latine dhe për të shpërndarë në Europë. Ajo që mund pohoj është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti i Durrësit. Grupi dhe nën grupeve. Sipas SPAK, trafiku i drogës kap një vlerë rreth 7 milion euro, ndërsa janë kryer 30 aksione sekuestrimi në Itali dhe 10 në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Bëhet fjalë për apartamente, kompani, llogari rrjedhëse, makina, kompani ndërtimesh, restorante luksoze, agjenci të pasurive të paluajtshme dhe një televizion në Vlorë. Michel Carbon, drejtori i antimafias italiane, theksoi se personat e përfshirë kishin kontakte që shkojnë përtej Italisë dhe Shqipërisë. Ha contatti che vanno oltre i nostri paesi. Ka kontakte që shkojnë përtej vendeve tona, me Europën e Veriut, Amerikën e Jugut, por edhe vende të tjera. Nëse rezultatet realizuan është sepse ka pasur një punë të rëndësishme skuadre që ka pasur si aktor, jo vetëm policinë gjyqësore, por edhe kolegët e policisë shqiptare. Në operacionin Ura që u zhvillua në Shqipëri, morën pjesë rreth 350 forca policie, ndërsa hetimet u drejtuan nga prokurori i SPAK Vladimir Mara. Po si funksionon organizata shqiptare që u godit gjatë operacionit Ura? Hetimet e përbashkëta të autoriteteve italiane dhe shqiptare zbuluan se kokaina nisi nga Ekuadori drejt portit të Rotterdamit në Holand dhe nga aty kishte destinacion Bari në Itali. Në të njëjtin vend nga Shqipëria dërgohej heroina për të shitur më pas në shtetin fqinj. Itinerari që ata kanë ndjekur është zbuluar nga përgjigje telefonike, mjedisore, regjistrime video e foto apo edhe nga bashkëpunëtorët e drejtësisë. Siç duket edhe nga pamjet e bëra publike nga antimafia italiane, droga kishte logo të ndryshme përfshir atë të Audi, Paris dhe Leon. Emërtimet nënkuptonin grupet kriminale ku do të dërgojej kokaina. Hetuesit kanë gjetur edhe lista ku shënoheshin shumat e parave dhe të shpërndarjes së drogës. Grupi kriminal i cili u godit i kishte rolet e ndara sipas funksioneve që kryenin nga porositësit tek ata që kalonin lëndë narkotike për në Itali. Mes tyre kishte edhe punonjës të policisë apo drejtësisë. Njëri prej tyre ka qenë përfshirë si pjesë e grupit strutturato criminale. Uno era incluso come parte del gruppo strutturato criminale. Pra jemi gjithmonë në fazën e dyshimeve, ndërsa punonjësi tjetër, l'altro ufficiale, ka të bëjë me një episod të korrupsionit.
è incluso in un episodio Sa i di përket corruzione avokatit, o abuso d'ufficio. Per quanto riguarda l'avvocato, dyshohet për 4 episode të ushtrimit të ndikimit paligjshëm. Pakot me para të përftuar nga aktiviteti kriminal janë transportuar nga bari i Italisë në Shqipëri përmes agjensive të transportit me autobus. Noi siamo riusciti a filmare, osservare. Kemi arritur të filmojmë që personat nga Italia ja besonin parat agjensive të transportit me autobus që vinin në Shqipëri. Edhe ky aktivitet për eliminimin e vështirësive në kalimin e kufive është arritur përmes shkëmbimit të informacionit. Janë kryer lokalizime përmes GPS. Kemi arritur të shohim parat që nga Italia, bari, shkonin të shoferët e autobusëve. Nga autobusi vinin në Shqipëri. Fluksi i parave është kuptuar nga të gjitha të dhënat e marra nga çatet, fotografi të këtyre bisedave në celular. Përveç lëndëve narkotike edhe pako me para e letra të shkruara me dorë për të dhënat ekonomike të grupit. Sipas antimafjas bëhet fjalë për 4.5 milion euro të transportuar drejt vendit tonë prej vitit 2021. Partia Demokratike nëpërmjet kompanisë lobuese kërkon nga Shtetet e Bashkuara hetim ndërkombëtar për zgjedhjet dhe krijimin e qeverisë teknike. Berisha denoncoi sipas tij manipulimet që ndodhen me votat e diasporës. Zgjedhjet nuk i pranojmë. I bindur se zgjedhjet e 11 majit u manipuluan, kryedemokrati Sali Berisha shpreh se Partia Demokratike ka nisur betejën pa kthim për mbrojtjen e votës me aksione brenda vendit, si dhe duke informuar ndërkombëtarët. Për këtë të fundit, Partia Demokratike i ka dërguar një letër Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me të gjitha pretendimet e saj, ndërsa kërkon hetim ndërkombëtar dhe ngritjen e një qeverie teknike. Synimi që kërkon të arrijë seria blu nëpërmjet kësaj letre, e sqaroi kryetari i Partisë Demokratike në konferencën për mediat. Është një raport paraprak që është përnda në një numër adresash në Europë dhe në Shtetet Bashkuara, i cili nuk ka asnjë gjë tjetër përveç këtyre që u them unë këtu. Ne po sensibilizojmë komunitetin ndërkombëtar për farsën zgjedhore që ndodhi me 11 maj. Ky është objektivi i punës sonë dhe ne do ja dalim. Proces të kriminalizuar e cilësoi votën e diasporës, ndërsa paraqiti të dhëna që sipas tij tregojnë manipulime në favor të Partisë Socialiste. Me votat e diasporës në Greqi është akti më kriminal i manipulimit ndonjëherë të votave. Sipas danave tona nuk ka ndodhur vetëm në Greqi, por ka ndodhur dhe në Itali dhe në ndonjë vend tjetër. Akuza pati edhe për postën që dërgoi dhe solli në vendin tonë zarfet me votën e qytetarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. DHL-ja me urdhër të qeverisë ka shkel kontratën dhe ka kontraktuar nën kontraktorë të tjerë të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me Partinë Socialiste. Denoncoi se eksponentë të botës së krimit u kanë bërë presion kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike. Altin Hajri, me dosë e cilit është marrë direkt Dumani, ta dini këtë, ka ndaluar makinën dhe ka shkuar në formë presionit e kandidatja jo në Hardhisht. Skeptiku shpreh për aksionin në Durrës të SPAK në bashkëpunim me autoritetet italiane. Unë përshëndes antimafjen italiane, antimafjen, se SPAK-u aty ishte. SPAK-u ka muaj vite që e sodit. Asgjë. Nuk u tha se sa u arrestuan dhe nuk u tha asnjë generalitet, po them unë ty, se eksponent kryesor u njoftuan dhe ikën. Kështu që arrestuan pastruesit dhe shoferët. Kryetari i Partisë Demokratike deklaron se në ditët në vijim do të publikojë prova që vërtetojnë se procesi zgjedhor i 11 majit ishte i manipuluar dhe nën presionin e bandave. Kodi zgjedhor që synon të rrisë përfaqësimin e grave në politik la jashtë kuvendit 4 kandidat. Mbura ndonse më të votuar ata e humbën mandatin pasi 1 në 3 kandidat duhet jetë grua. Ata morën mira vota, në disa raste në një diferencë të madhe në krahasim me kolegët që siguruan mandatin, por ky rezultat nuk mjaftoi për të garantuar një vend në parlament. Pika 2 e nenit 67 të kodit zgjedhor përcakton se 1 në 3 kandidat fitues duhet të jetë grua. Për këtë arsye në qarkun e Beratit, Julian Zyla, ndonse i treti më i votuar në listën e hapur, në vend të tij mandatin e mori Hatixhe Ekonomi me rreth 1200 vota më pak. Në Tiranë, Xhemal Qefalia me më shumë vota se kolegët e tij nuk do të jetë pjesë e kuvendit për shkak të zbatimit të kuotës gjinore. Në vend të Qefalis do të jetë Anila Denaj.
Një situatë ngjashme është përsëritur edhe në qarkun e Durrësit. Ilir Ndraxhi, me 1900 vota më shumë se Etleva Budini, nuk arrin të sigurojë mandatin e deputetit. Në Korç, Ariania Ullari, megjithëse ka marrë më shumë vota se Besa Spaho, mbetet jashtë kuvendit. Ky rregull vlen për zgjedhjet parlamentare dhe synon të garantojë një përfaqësim më të balancuar gjinor në kuvend. Në garat e fundit parlamentare, zbatimi i kësaj kvote është bërë gjithnjë më rigoroz, duke ndikuar drejt për së drejti edhe në mënyrën se si shpallen fituesit pas votave preferenciale. Pavarësisht të përfundimit të zgjedhjeve dhe nxjerrjes së një liste të re ligjvënësish, Parlamenti aktual do të vijojë punën deri në 8 korrik, në fokus do të jenë kryesisht raportimet vjetore të institucioneve publike. Zgjedhjet e 11 majit nxorën 140 deputetët e rinj të Kuvendit të Shqipërisë, por puna do të vijojë deri në korrik me përbërjen aktuale. Seanca e radhës pritet të zhvillohet gjatë javës së ardhshme dhe sipas kalendarit zyrtar, puna parlamentare do të vijojë deri në 8 korrik. Në këtë periudhë tranzitore, Kuvendi do të presë raportimet vjetore të gjitha institucioneve publike, nga ato kushtetuese e deri tek agjencitë e pavarura. Ky është një moment kyç për të bërë bilancin e veprimtarisë së tyre para legjislaturës aktuale, përpara se këta të fundit t'ia dorëzojnë stafetën deputetëve të rinj në shtator. Sipas Kushtetutës së Shqipërisë, Kuvendi i ri duhet të mblidhet jo më vonë se 10 ditë pas përfundimit të mandatit të legjislaturës së mëparshme. Duke qenë se mandati i Kuvendit aktual përfundon më 9 shtator, seanca e parë e Kuvendit të ri pritet të zhvillohet brenda datës 19 të këtij muaji. Në këtë seancë të parë, deputetët e rinj do të bëjnë betimin dhe do të zgjidhet kryetari i ri i Kuvendit, duke shënuar fillimin zyrtar të legjislaturës së 32 të Shqipërisë. Shqipëria hedh një tjetër hap drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Nesër pasdite nisin bisedimet për grup kapitullin e 3 që përfshin politikën ekonomike, punësimin, tatimit dhe bashkimin doganor. Në më pak se një muaj diferencë, Bashkimi Evropian do të mbajtë inte në Bruksel pasdite konferencën e 5 ndërqeveritare me Shqipërinë. Bëhet fjalë për hapjen e bisedimeve për 8 kapituj të rinj të grupit të tretë, i cili lidhet me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Këto kapituj përfshin politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor si dhe median e transformimit digital. Përparimi në këto fusha është thelbësor për të garantuar stabilitetin fiskal të Shqipërisë, politika tatimore, modernizimin industrial, rritjen e inovacionit, përmirësimin e kushteve të punës dhe pjesëmarrje në iniciativat europiane të kërkimit shkencor, arsimit dhe digitalizimit, si dhe rritje për bizneset shqiptare. Shqipëria do të përfaqësohet në këtë konferencë me ministrin e jashtëm Migli Hasani, kryenegociatoren Majlinda Dhuka dhe ministren për administratën publike Adea Pirdeni. Deri më tani negociatat janë hapur gjithsej për 27 fusha në vetëm 8 muaj pas hapjes me sukses të grupimit të parë më 15 tetor të 2024-s, grupimit të 6 më 17 dhjetor të 2024-s, si dhe grupimit të dytë më 14 prill të 2025-s. Shqipëria synon që brenda aktivitit të hape dhe grup kapitujt e mbetur, ndërsa brenda vitit 2027 të përfundojmë negociatat, duke pasur 2030-ën, vitin e antarësimit të plot në familjen europiane. Sipas Instat, gjatë muajit prill eksportet shënuar rënje prej 5% krahasuar me marsin. Përfaqësuesit e sektorit fason thonë se mbështetja me kredi sovrane nga shteti duhet të vijojë. Në muajin prill të këtij viti, eksportet e mallrave arritën vlerën e 33 miliard lekëve, duke ulur me 4.1% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 5% në krahasim me muajin mars 2025, ku tekstile dhe këpucë është një nga sektorët me rënien më të ndjeshme sipas Instat. Për sa i përket në sektorit modës, është ndrimi i stinës dhe është një periudhë themi pak më vakët për ato manufaktura që punojnë me modën, por kësaj unë do i shtoj edhe disa faktorët e tjerë të cilët janë të brendshëm dhe të jashtëm. Të brendshëm dihet më janë rritja e kostove dhe zhvlerësimi i euros. Për shkak të rënies së euros, sektori fason po bëson goditje të vazhdueshme prej gati 2 vitesh. Qeveria ndërhyri nëpërmjet kredi sovrane për të zbutur goditjen, por sipas Zekjas, afatet ishin penalizuese për bizneset, ndaj këto mbështetje duhet të vijojnë. Garancisht të u firmos në prill, por u lançua
në fund të korrikut apo në fillim të gushtit dhe ishte një garanci shtetërore me afat. Me fjalë deri në fund të tetorit. Dhe biznesi për një periudhë kaq të shkurtër e kishte shumë të vështirë aplikimin. Megjithatë, unë duhet të them që ishte një mekanizëm shumë i mirë, mekanizëm që duhet të përdoret përherë nga qeveria dhe duhet jetë përherë në treg. Koordinatori Pro Export Albania, Florian Zekja, tha se synimet e tyre janë ciklet e mbyllura të prodhimit dhe mekanizimi, ndërsa eksportet kryesore i ka në vendet e Bashkimit Evropian. Sektori i manufakturës, klienti ka të orientuar kryesisht drejt Europës, pra Gjermanisë, Italisë, Greqisë, Spanjës. Objektivat tona dhe sfidat tona për të ardhmen janë rinovimi dhe automatizimi sa më i madh i linjave, si për të bërë më të pavarur nga fuqia punëtore, po ashtu dhe për të rritur cilësinë dhe rendimentin. Në sektorin tekstil dhe këpucë janë të punësuar rreth 65.000 punonjës në mbar vendin. Parku Shebenik i Abllanic është një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët e huaj. Këto ditë në këtë park mbriti një grup turistësh amerikan, të cilët ndihmuan për mbjelljen e kulturave bujqësore të zonës së Librashtit. Kanë ardhur nga Amerika dhe po përjetojnë në vendin tonë një eksperiencë të veçantë. Për disa prej tyre është ajo që kanë ndërruar të udhtojnë në vendet panjohura e të njohin njerëz të rinj. Ky grup turistësh amerikan ka zgjedhur të pushojnë në parkun kombëtar të Shebenik i Abllanicës. Përveç se shijojnë natyrën e mrekullueshme, ata janë bërë bashkë me fermerët e po mbjellin pataten. Kjo kulturë në këtë zonë ende mbillet si dikur, jo me makineri, por me parmend. Për këtë fakt, turistët janë të mrekulluar. Jemi të lumtur që po mbjellim patate këtu në parkun kombëtar të Shebenikut. Është një mrekulli këtu, njerëz të mrekullueshëm, ushqim fantastik, ajër i freskët, gjithçka e freskët. Njerëz që të hynë në zemër, e jani këtu, qëndroni disa ditë, merrni edhe njerëz të tjerë, mbillini tokën dhe shijojeni. Parku kombëtar i Shebenik i Abllanicës është një prej më të vizituarve në vendin tonë, zgjidhet çdo vit nga mijëra turistë që pëlqejnë veçanërisht turizmin e natyrës. Është një lloj turizmi i ri që po implementohet në parkun kombëtar Shebenikut, ku grupe të ndryshme turistësh, përveç se shijojnë natyrën, shijojnë bukurinë e kësaj zone, duan edhe të kontribuojnë për mbjelljen e kulturave bujqësore, sidomos të patatës, e cila është një nga varietetet më të mira të Shqipërisë. Qarku i Elbasanit ka një sër destinacionesh që preferohen nga turistët jo vetëm për natyrën, ndërsa turizmi malor çdo vit më shumë po një rritje. Vion ngërçi politik në Kosovë, ditën e sotme ka dështuar për herë të 19 seanca për konstituimin e kuvendit. Forcat politike nuk e kanë gjetur gjuhën e përbashkët, por zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit. Ka dështuar edhe përpjekja 19 për konstituimin e kuvendit të Kosovës, ndërsa vazhdojnë akuzat dhe kundër akuzat për këtë bllokat. Nuk është e qartë se çfarë do opozita. Pra, në vazhdimsi, siç keni parë, kanë qëndrime të ndryshme. Është e qartë që ata kanë preferenca, kanë emra të përveçëm. Nuk ka shumicë parlamentare. I bëjmë ftesë të reflektoj, të ndroj kandidatën dhe të ecim tutje. Çështja kryesore është marrëveshja politike. Çështja dytësore pastaj për ne është çështja që ne nuk jemi të obliguar ta votojmë një person në mendsinë antikushtetuese të cilit ne nuk e gjejmë veten në kuptimin e asaj se kush duhet ta përfaqësojë kuvendin e Republikës Kosovës. Që ti po i zbulohet mashtrimi, se ky është në origjin mashtrues, po i del mashtrimi, se ka shumicën, edhe po manovron me këto. E pikërisht ky ngërç institucional ka bërë që edhe BE në njoftimin për vizitën e përfaqësueses së lartë të BE-s Kaja Kallas në Kosovë të mos specifikoj me kë do të zhvillojë takimet ajo. Kryeministri italiane Giorgia Meloni ka konfirmuar se Papa Leoni XIV është i gatshëm për të zhvilluar në Vatikan raundin e ardhshëm të negociatave Rusi-Ukrainë. Ajo që deri para pak kohësh ishte thjesht një sugjerim, duket se tashmë po konkretizohet. Vatikani po mendohet si një vend i përshtatshëm për të pritur negociatat e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës.
Gatishmërinë e kreut të selisë së shenjtë e konfirmoi kryeministra italiane Giorgia Meloni, e cila u shpreh se ka zhvilluar një bisedë telefonike me Papa Leonin e 14 lidhur me këtë çështje. Pasi mori konfirmimin nga Ati i Shenjtë për të pritur bisedimet e paqes, Meloni i shprehu mirënjohjen e saj të thellë për angazhimin e tij të palodhur për paqen. Papa Leoni i 14 i zgjedhur 2 javë më parë është udhëheqësi i parë amerikan i Kishës Katolike dhe vetë presidenti Donald Trump e mbështet idenë që në Vatikan të mbahet raundi i radhës i bisedimeve. Having it at the Vatican would be in Rome would be I think it would be a great idea. Në një fjalim të 14 majit, ai tha se Vatikani mund të veprojë si ndërmjetës në konfliktet globale pa përmendur konkretisht Ukrainën dhe Rusin. Zgjedhjet presidenciale në Rumani do të kenë të njëjtin faz si ato të kaluara. Ultranacionalisti dhe kandidati për president Gheorghe Simion kërkon anullimin e presidencialeve në gjykatën kushtetuese duke pretenduar për ndërhyrje nga Franca dhe Moldavia. Kandidati i ekstremit të djathtë Gjorgj Simion kundërshton rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të Rumanisë. 38 vjeçari që rezultoi favorit në disa sondazhe të kryera humbi ndaj kandidatit pro-perëndimor Niku Shordan në garën e së dielës. Simion pretendon se ka prova të forta për ndërhyrje nga vendet e huaja në votim duke përmendur edhe Francën. Așa cum Călin Georgescu a fost... Dua t'ju njoftoj se, ashtu si Călin Georgescu, i cili u përjashtua padrejtisht nga gara zgjedhore dhe zgjedhjet u anuluan nga një vendim i pajustifikuar i gjykatës kushtetuese të Rumanisë, i cili nuk bazohet në prova, ne do ta kundërshtojmë zgjedhjen e Niku Shordan në gjykatën kushtetuese për të njëjtat arsye. Tani kemi prova të pakundërshtueshme të ndërhyrjes nga Franca, Moldavia dhe aktorë të tjerë në një përpjekje të orkestruar për të manipuluar institucionet dhe për të imponuar një rezultat që nuk pasqyron vullnetin e popullit rumun. Ultranacionalisti shkon dhe më tej duke thënë se 100 milion euro u shpenzuan nga Moldavia për të blerë vota dhe pretendoi se edhe njerëz të vdekur votuan në raundin e dytë të së dielës. Ai u referua pretendimeve të Pavel Durov, themeluesit të aplikacionit të mesazheve Telegram, se qeveria franceze i kërkoi platformës të heshtë zërat konservator përpara zgjedhjeve presidenciale. Ai bëri thirrje gjykatës që ta ftoi Durovin të dëshmojë në lidhje me ndërhyrjet në zgjedhje. Në raundin e parë, Gjorgj Simion, një mbështetës i Trump, mori 40.9% të votave, por në raundin e dytë triumfoi Niku Shordan, kryebashkiaku i Bukureshtit, i cili siguroi 54% të votave. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.